65 vjetori i lindjes ka qenë një ditë e veçantë për drejtorin e teatrit Mixheni Arjan Çuliçi. Ai është surprizuar nga kolegët e tij dhe kryebashkiaku Benet Beci që i organizuan një fest surprizë për ditën e lindjes. Arjanin e keni dash si drejtor, si koleg, si shok, edhe mendoj që kjo është arritja më e madhe e frymës ekipit që keni pas aty. Unë nuk kam pa ekip që të funksionojë me një dashuri dhe kjo që thotë Arjani është në fakt thelbi që ne kena funksionuar vetë, sepse kur krijon atmosferën pozitive, puna ecën bukur edhe njerëzit japin maksimumin e tyre. Festivali i humorit për mua që kur mblodhen gjithë artistët e një plejade të tërë të humorit që kish humbur për sa kohë, edhe u rikthyn, unë nuk kam marrë më shumë mirënjohje, sikurse edhe Arjani, nga artistët që vinin të vjetër në mosh, në pension, që kishin kohë pa u mbledh, që gëzimi kishte ai aktivitet, e nuk ishte çështje e pagesës fare, saqë ishte atmosfera që është krijuar në rikthimin e humorit dhe i takonte që në Shkodër të rikthej edhe festivali. Faleminderit ju për gjithçka, për besimin që pat dhe për gjithçka që më inkuraju gjatë gjithë kohës që unë ishe këtu. Me të vërtet shumë i kënaqur që ishe dhe bana mirë që erdhe në Shkodër, që i punova me ju, staf që ka teatri, staf mrekullueshëm. Arjan Çuliçi është nga emrat e njohur të artit dhe kulturës jo vetëm në Shkodër, por mbar Shqipërinë, i njohur për zhanrin komik, si aktor dhe regjisor, ai ka sjellë një numër të madh komedish. Prej 2 vitesh, Çuliçi drejton teatrin Mixheni, ku një nga eventet më të rëndësishme ishte rikthimi pas 30 vitesh i festivalit mbarkombëtar të humorit.